ka ngellë vetëm të morë. Por është të flasësh me të tillë moshe. Është fat. Është gjë e bukur. Është gjë e fat. bukur. Unë shikoj një person që është lucidon. Do me thënë mëndërisht. Ne kemi Nga një aksesin fizik. më të çmuar të këshilltarëve veteran 98 vjeçarin Qemal Bego. Është në elitën e organizatës veteranëve dhe pasardhësve të Lançit Nderi Kombit. Se edhe vetë Qemali është një nderi kombit. Të kesh 50 certifikata, edhe dekorata, edhe këtë lloj kredibiliteti që ti ke në jetën tënde, jo vetëm si statur, po edhe jetëgjatësi, po edhe qëndrueshmëri, po edhe konsekuencë, janë të rarë. Komplimenta dhe ata fëmijët e tu duhet të mburen sot e jetë e madhe. Flora, më vjen shumë keq. Për këtë figurë kaq të çmuar nuk mund të burren vetëm fëmijët e tij. Burremi të gjithë ne. Burrem unë, burresh ti. Burren të gjithë për figura të tilla kaq të çmuara. Si e bëri prezantimin dhe si u bë njoja fillimisht? Vajza Skafari. Dhe harroj që unë do isha super vajza Skafari mbasi bëri njohë. Vërtet. Si the kur hyra në shtëpi, do me the mua nuk një vetëm Flora. Dhe the, kjo më ka një Skafar. Po kjo harrove që unë isha super vajzë Skafari. Po, kjo erdhi në festën e Skafari. Na viri Zacerovës. Flora, Kur i pash të zbritën në autobusit këto, me vrap vajta unë. ke qenë emocionuar, Po jam partizani e Skarapari. Po. 10 shtator 23. Dëgjoj, unë ta thash dhe pak më parë që Më tej. emigrimi të ndanë. Unë po të isha prezent këtu, unë patjetër do isha pjesëmarrëse në atë festë që ju bëni. Dhe unë nuk do ndahesha kurrën e kurrës. Por më kupto drejt që në emigrim harron çdo gjë dhe çdo gjë. Jo sepse kemi dëshirë, por na merr ajo rutina e punës, ajo rutina e mbajtjes së ekonomisë së shtëpisë, duhet të punojmë, duhet të sakrifikojmë. Domethënë nuk është jeta atë, aq e lehtë në emigrim.